Një 44 vjeçar italian, Edoardo Sarchi, është gjetur I vrarë mëngjesin e së shtunës në fshatin Salari të Tepelenës. Trupi I tij u gjet në anë të rrugës, ndërsa pak metra më tej u identifikua edhe automjeti I tij. Ndërkohë që nuk dihen rrethanat e asaj autori, hetimet kanë marrë një kthes të papritur. Fillimisht u raportua se 44 vjeçari italian ishte vrarë me breshëri plumbash, por pas ekspertizës mjekoligjore, dyshohet se viktima ka humbur jetën si pasojë e një goditje të fortë në kokë, që I ka shkaktuar gjakderdhje fatale. Ekspertiza hedh poshtë edhe versionin e dhënë më herët nga ortaku I tij, I cili pretendonte se një person I panjohur kishte hapur zjarr ndaj makinës së viktimës. Mirëpo ekspertiza teknike nuk gjeti asnjë gjurmë plumbi, përveç një gome të shfryrë. Nga ana tjetër, policia ka ndaluar edhe Gazmet Braçin, djalin e Qerem Braçit, I cili më herët ishte shpallur në kërkim. Bazuar në të dhënat më të fundit, pista kryesore e hetimit po zhvendoset drejt një konflikti të mundshëm mes ortakëve të fabrikës së tullave që Sarchi dhe Braçi kishin në Tiranë. 44 vjeçari italian rezulton një biznesmen I fuqishëm në Tiranë. Ai ishte administratori I fabrikës së tullave Tegola Edil Centro në zonën e Laprakës në kryeqytet, ku banonte prej 20 vitesh.